Pensionistët italianë zgjedhin Shqipërinë, një shtëpi në Bregdet kushton 300 euro, jetojnë pa frikë. Në Shqipëri, me pension italian të pataksuar, aty ku një shtëpi Buzdetit kushton 300 euro në muaj dhe mund të dalësh për darkë me 15 euro. Gazeta e njohur italiane Corriere ka kushtuar vëmendje numrit në rritje të pensionistëve italian që zgjedhin vendin tonë për të jetuar. Ato që i ka joshur të moshuar italian të lë vendin e tyre, e shpjegon Carmine Gianpietro, 75 vjeç, presidenti i shoqatës së pensionistëve italianë në Shqipëri. Arsyeja nuk është vetëm ekonomike, pasi çeku i dërguar këtu mbetet bruto dhe nuk paguan taksa, por edhe për shkak se ndihesh i sigurt. Nuk ka krime të vogla dhe në mbrëmje mund të ecësh i qetë pa frikë se mos ju grabitin. Impetro thot se numri pensionistëve italianë në Shqipëri është rritur në mënyrë eksponenciale gjatë 3 viteve të fundit. Para vitit 2021 ishim rreth 300. Sot sipas të dhënave më të fundit nga regjistri i italianëve me banim jashtë vendit, në bazë të ligjit që u lejon shtetasve europian që të shpërngulen të jetojnë në Shqipëri, për përjashtim total nga taksat e pensioneve kemi arritur në gati 3.000. Sipas tij, përjashtimi pensionistëve nga taksat është arsye kryesore pse po vijnë kaq shumë pensionistë në Shqipëri. Në praktik, nëse në Itali 1.500 euro bruto bëhen 1.150 neto, këtu 1.500 euro mbeten të pastra dhe nuk vijnë vetëm ata me të ardhurat ulta, ka shumë pensionistë të pasur me mbi 50.000 euro në vit. 75 vjeçari tregon se edhe Shqipëria është prekur nga rritja e inflacionit, por megjithatë, me çmimet në vend, pensionistët italianë mund të përballojnë një jetë më shumë se dinjitoze, duke patur edhe kujdes mjekësor.